Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Harrojini farmacin, sytët e hithra dhe do trajtoni këto 10 probleme. Në kohët e lashta, hithra vlerësohej shumë nga mjekët e kohës, sidomos Hipokrati që e zbuloi atë në përdorime të ndryshme për të lehtësuar simptomat dhe problematikat e shëndetit. Por cilat janë substancat terapeutike të hithrës? Ajo është e pasur me vitaminën A, C dhe K, tiamin, riboflavin, acid folik. Ajo është e pasur me acide yndyrore të mira. Ajo e furnizon trupin me kalcium, përmban një grup substancash të fuqishme antioksiduese të quajtur flavonoide. Ajo përmban gjithashtu edhe hekur bimor. Përmban shumë element gjurmë si kalium, magnez, mangan, fosfor, selen dhe zink. Në përqindje mjaft të lartë të këtyre elementeve. Përmban gjithashtu fitokimikate si likopen, beta-karoten, acid kafeik, betain. Substanca me aktivitet të fortë antioksidues kundër krijimit të radikaleve të lira. Mungesa e acidit oksalik dhe oksalatet në këtë bimë ndihmojnë në trajtimin e përgjithshëm dhe me shumë hekur, gjë që nuk ndodh në të gjitha perimet që përmbajnë hekur bimor, duke rezultuar që ne t'i ham ato por të mos t'i thim hekurin e tyre. Përveç kësaj, ajo ka një përmbajtje të lartë të vitaminës C, e cila ndihmon më tej në përthithjen e përgjithshme të hekurit nga trupi. Përmbajtja e saj sekreton dhe stimulon pankreasin të prodhojë insulin, duke ndihmuar në ruajtjen e elementeve të shëndetit të diabetikët. Histamina që përmban hithra ofron një mbrojtje të fortë antiinflamatore në lloje të ndryshme të simptomave të inflamacionit. Por cilat janë vetitë shëruese të hithrës? Hithra është një barishte me veti të mira tonifikuese, analgjezike dhe antidiabetike dhe diuretike. Mund të përdoret e gjitha pjesa e bimës ose edhe në ndara në pjesë të ndryshme. Gjethet, kërcedi dhe rrënja e saj mund të përdoren si infuzione për të bërë çaj, terapi ose edhe gatesa të ndryshme. Megjithatë, mund të konsumohet edhe si perime në shumë receta dhe preparate të kuzhinës sonë. Përdorimi i hithrës mund të mos jetë ideal për probleme dhe gjendje të ndryshme, prandaj këshillohet që më parë të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ta aplikoni atë në dietën tuaj. Hithra është të përdorur prej shejkuish edhe për të trajtuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duket është se kjo bimë është efektet pozitive kundër alergjive, që të gjitha ilaçet shoqërohen me efektet negative. Ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por do t'i jap edhe përfitime të ndryshme shëndetësore, citon Health.com. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër, përdoret në luftën kundër zbokthit dhe heqjen e yndyrës së tepërt nga floku. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës përdoren shumë për sëmundjet e reumatizmës, artritit, tensionit të lartë dhe problemeve të alergjive. Rrënja e hithrës përdoret edhe si recetë natyrale për rënien e flokut, për ciklin femëror, hemoroidet dhe ekzemën. Nëse vendosni hithrën në gishta ose në zona të tjera të prekur nga artriti, dhimbja do të qetësohet deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë shumë të mëdha, veçanërisht edhe në shëndetin tuaj. Sipas Health.com, do të rendisim disa nga vlerat kryesore të hithrës dhe këshillohet që ta shtoni vazhdimisht atë në dietën tuaj. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar. Hithra çliron nga simptomat e artritit. Hithra lufton alergjinë duke lehtësuar atë. Ndihmon edhe në rastin e diabetit, i jep forcë fetusit e nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit e gratë leona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon me fryrje dhe dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmon me shkatrimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e gjakut, ndihmon në sëmundjet respiratore, ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, redukton problemet e prostatës, minimizon të vjellat, shëron nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, ndihmon në sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacioni, duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmbët nga probleme të shumta, ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit dhe sëmundjeve të tjera nervore. Shkatron krimbat e zorëve dhe parazitët.
mbron shëndetin e tiroides, shpretkës dhe pankreasit. Mjafton të zjeni hithrat në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, sepse hithra mund të ndikojë negativisht një thër ilaçesh. Është të provuar se nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin dhe pini lëngun e hithrës, atëherë niveli i rrahjeve të zemrës, të tensionit të gjakut dhe sheqernave në gjak do të ulet ndjeshëm. Prandaj nëse merrni medikamente përpara përdorimit të saj, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Hithra është një ndër bimët medicinale që është të përdorur ndër shekuj dhe sot njihet për vlerat e saj kuritative. Ndonse shumë mund ta konsiderojnë si një bar të keq që rritet vend pa vend, gjyshet kanë patur gjithmonë të drejtë dhe kanë gatuar atë në byrek ose në gatesa të ndryshme duke krijuar edhe receta të ndryshme popullore. Ajo cilësohet si mbretëresha e bimëve kuruese, por në të cilat raste shqetësimet mund të lehtësohen me përdorimin e hithrës. Efektet stimuluese të hithrës ndihmojnë në prodhimin e qumshtit dhe rritjen e energjisë pas lindjes. Larja e kokës me ujin e hithrës këshillohet edhe për ata që kanë probleme në rritjen e ngadaltë të flokëve. Hithra gjithashtu rekomandohet edhe për flokët e yndyrshëm. Hithra është një forcues natyral i testosteronit i cili ndihmon në rritjen e vitalitetit tek meshkujt. Një efekt të menjëhershëm kjo bimë jep edhe në rastin e diarres. Përdorimi i çajit të hithrës bën që diarreja të kalojë më shpejt dhe më lehtë. Hithra hidraton edhe lëkurat e thata. Zjeni disa gjethe hithre dhe bëni kompresa me ujë të ftohtë pasi hithra ka lëshuar vetëdijtë e saj çuditëbërëse. Ajo që duhet të bëni është thjesht të zjeni hithrat në ujë të vluar dhe të pini këtë të fundit. Megjithatë, në rastet kur merrni medikamente të caktuara si për shembull për diabetin, duhet të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj për të mësuar edhe efektet e saj të padëshiruara në kombinim me medikamentet që ju merrni. Në kohët e lashta, hithra vlerësohet shumë e mirë edhe në trajtimin e një sër problematikave. Ajo gjithashtu është e pasur me element shtesë të cilët ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj, dhe gatesa të ndryshme me hitër mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë edhe në forcimin e imunitetit. Nuk ka ilaç natyral më të mirë se sa hithra. Hithra është e pasur me vitaminën A, B2, C, D dhe K, përmban lëndë ushqyese të tilla si antioksidant, aminoacide dhe klorofil. Gjithashtu është një burim i kalciumit, kaliumit, jodit, manganit dhe hekurit. Nëse keni probleme me urinimin, gurët në veshka, probleme të kyçeve, hithra do ju ndihmojë. Përveç kësaj, hithra ka veti antiinflamatore, analgjezike, antireumatike, antivirusale dhe hipotensive. Kur mblidhet hithra, sigurohuni të mbani doreza mbrojtëse. Pastaj i prisni majat e hithrave të reja dhe mund t'i vendosni hithrat e mbledhura në një shport të thurur. Nëse ju djeg edhe gjatë përdorimit, kopshtarët sugjerojnë të aplikoni në lëkurën tuaj një pastë të bërë me sodë buke dhe ujë. Pas disa minutash, efektet e saj do të lehtësohen ndjeshëm. Përgatitja e ushqimeve nga hithra. Përpara se të përgatitet hithra, duhet të derdhet uji në val mbi gjethe. Pastaj përgatisni mëtej sipas recetës të dëshiruar. Kur t'i jeni edhe në mënyrë të shkëlqyer, mund të përdorni hithrat e reja. E rifreskoni menun tuaj duke përmirësuar kështu edhe shëndetin. Mënyra më e mirë për të bërë çaj hithre është ta zhysni hithrën në një kavanoz me ujë të ngrohtë në mbrëmje. E lini të ftohet, pastaj e vendosni kavanozin në frigorifer brenda natës. Kulloni çajin të nesërmen dhe e pini kur të doni. Nëse dëshironi, mund të vendosni mjalt në çaj dhe ta ëmbëlsoni. Hithra gjithashtu është një produkt shumë i mirë për shëndetin dhe bukurinë. Ajo mund të aplikohet si një produkt mjaft i mirë në rëndësinë e flokut tuaj, duke ju ndihmuar kështu në rigjenerimin më të mirë të tij dhe në një flok sa më të shëndetshëm, citojnë ekspertët health.com. Vëmendje, jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, mbas të parapraken ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të kenë në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.